Në lokalet e Bregdetit nuk do të lejohet muzika me volum të lartë nga ora 20 deri në orën 24, pas mesnate, muzika duhet të ndaloj. Udhëzimi i ri ka hyrë sot në fuqi, bëri të ditur Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari gjatë një vizite në qytetin e Lezhës, i cili tha se policia e shtetit dhe ajo bashkiake do të marrin masa që niveli i zhurmës të mos tejkalohet dhe të garantohet qetësi për pushuesit. Udhëzimin e rishikuar të përbashkët që ne nënshkruam bashkë me homologun, pra me kolegun e Ministrisë së Mjedisit, ashtu edhe Ministrin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ku rishikuam nivelin e zhurmave të lejuara për aktivitetet ekonomike dhe sociale, kryesisht në gjatë sezonit turistik, që do thotë të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube nate, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës. Niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe për fashën orare nga ora 11 e paraditës deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Nga botimin e fletorin zyrtare, ditën e sotshme, ky vendim, ky udhëzim hyn në fuqi dhe është i zbatueshëm si për subjektet që shfrytëzojnë pa dhënë zhurmë për qëllime të aktivitetit ekonomik apo social, po ashtu edhe njëkohësisht për autoritetet vendore dhe policinë e shtetit, të cilat duhet të marrin masa që të zbatohet udhëzimi dhe kursesi zhurmat e lejuara mos ka përcen ato nivelet e përcaktuara në udhëzime përbashkët. Sigurisht ka mund të sjellë një reagim nga pak subjekte, por ajo çfarë është për ne me shumë interes është qetësia që duan të kenë pushuesit. Turizmi ecën krah për krah me siguri dhe ne gjithmonë duam që të kemi më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe qetësi për çdo që vendos të vizitojë apo të pushojë në Bregdetin shqiptar. Por nga ana tjetër kemi dhe detyrimin për të garantuar masat e duhura në mënyrë që të bëjmë çdo vit një sezon turistik sa më të suksesshëm dhe pse jo çdo turist të ndahet me kujtime më të bukura nga sezoni turistik që la pas. Nga ana e tij, kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu shpreh se bashkëpunimi me policinë e shtetit ka sjellë rritje të rendit dhe sigurisë publike, duke ndikuar drejt për drejt në një sezon turistik të suksesshëm. Ai vlerësoi gjithashtu aktin normativ të qeverisë për minimizimin e zhurmave në zonat turistike. Gjatë vizitës në Lezhë, Ministri i Brendshëm Lamallari, i shoqëruar nga drejtori i Policisë së Shtetit Skënder Hita, zhvilloi një takim ku në fokus ishte forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit dhe rritja e efikasitetit të institucioneve për të garantuar një sezon të qetë dhe të sigurt për të gjithë pushuesit që kanë zgjedhur Shqipërinë dhe Bregdetin e Lezhës këtë verë.